Përshëndetje miq! Sot do të flasim për historinë prekse të një prej aktoreve më të dashura të televizionit turk, Ece Ertem, e cila u nda papritur nga jeta këtë 15 qershor të këtij viti 2026. Vetëm një ditë pasi kishte festuar ditëlindjen e saj të 35. Lajmi tronditi jo vetëm Turqinë, por edhe miliona fansa të serialeve turke në mbar botën. Por kush ishte në të vërtetë Ece Ertem? Le të kthehemi në fillim. Ece lindi më 14 qershor të vitit 1991 në qytetin e Sivasit në Turqi, që në fëmijëri ajo ishte një vajzë plot energji, ëndra dhe talent. Ndryshe nga shumë fëmijë të tjerë, Ece kishte një pasion të madh për skenën. Ajo merrte pjesë në aktivitete artistike të shkollës dhe ëndërronte që një ditë të bëhej artiste e njohur. Përveç artit, ajo merrej edhe me sport. Ishte aktive në atletik dhe njihej si një vajzë e disiplinuar dhe këmbgulse. Këto cilësi do ta shoqëronin gjatë gjithë jetës së saj. Pas përfundimit të shkollës, Ece vendosi të ndiqte pasionin e saj. Ajo studioi opera dhe kanto në Universitetin Jashar. Në ato vite zhvilloi talentin vokal dhe artistik, duke fituar një formim të plot profesional. Megjithatë, zemra e saj e të riqte drejt aktrimit. Pas diplomimit, ajo u transferua në Stamboll, qytetin ku lindin ëndrat e shumë aktorëve turq. Aty ndoqi studime të avancuara aktrimi dhe filloi të kërkonte mundësi në televizion. Në vitin 2014 erdhi mundësia e parë. Ajo u shfaqi në serialin Nuset e Arratisura, duke bërë hapat e parë në ekran. Më pas mori role në seriale të tjera, si Ajo jetë është e imja dhe E coptuar. Edhe pse rolet ishin të vogla, Ece nuk u dorëzua. Ajo vazhdoi të punonte me përkushtim dhe gradualisht filloi të tërhiqte vëmendjen e producentëve. Momenti i madh erdhi në serialin Nusja e re, ku interpretoi personazhin Afet. Ky rol e bëri të njohur në të gjithë Turqinë dhe i hapi dyert për projekte edhe më të mëdha. Më pas ajo mori pjesë në serialin historik Kryeqyteti Abdulhamidi, ku tregoi se mund të luante me sukses role krejtësisht të ndryshme. Në vitin 2020, Ece u bë pjesë e serialit shumë të njohur Zoti i gabuar, ku luajti për krah aktorëve të famshëm si Can Yaman dhe Ozge Gürel. Ky serial u transmetua në shumë vende dhe e bëri edhe më të njohur ndërkombëtarisht. Karriera e saj vazhdoi të njihej në seriale si I burgosuri, Mollë e ndaluar, Familja dhe Aroma e nënës. Por rolin që do ta vendoste përfundimisht në zemrat e publikut ishte personazhi i Shil në serialin Një dashuri. Ky personazh u bë shumë i dashur për publikun dhe i solli Ece's popularitetin më të madh të karrierës së saj. Jashtë kamerave, Ece njihej si një person i qetë, modest dhe shumë i lidhur me familjen. Ajo nuk e ekspozonte shpesh jetën private në media dhe preferonte të fliste për punën dhe projektet artistike. Por në rrjetet sociale dhe në shtyp ka pasur spekullime të ndryshme gjatë viteve, por asnjë lidhje nuk është konfirmuar zyrtarisht nga vetë ajo. Shumë fansa e kanë lidhur emrin e saj me Can Yaman, sepse luajtën bashkë në serialin Zoti i gabuar, por nuk ka prova apo deklarata që të kenë qenë çift në jetën reale. Më 15 qershor të këtij viti, vetëm një ditë pas ditëlindjes së saj, ajo pësoi një emergjencë të papritur shëndetësore në shtëpinë e saj në Stamboll. Sipas raportimeve fillestare, dyshohet se shkaku ishte një atak në zemër, megjithse autoritetet pritën rezultatet përfundimtare të autopsisë. Lajmi shkaktoi dhimbje të madhe në botën artistike. Kolegët e saj, përfshirë Can Yaman, shprehen publikisht trishtimin dhe ngushëllimet për humbjen e saj. Në rrjetet sociale dhe në shtyp ka pasur spekullime të ndryshme gjatë viteve, por asnjë lidhje nuk është konfirmuar zyrtarisht nga vetë ajo. Shumë fansa e kanë lidhur emrin e saj me aktorin Can Yaman, sepse luajtën bashkë në serialin Zoti i gabuar, por nuk ka prova apo deklarata që të kenë qenë çift në jetën reale. Sipas njoftimeve të publikuara, trupi i saj u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi, për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.
Pas përfundimit të procedurave, trupi do t'i dorëzojë familjes nga babai i saj, Vural Irtem, i cili është prokuror në pension. Ceremonia e lamtumirës u njoftua se do të mbahej në Izmir në 17 qershor, qyteti ku ajo kishte kaluar një pjesë të rëndësishme të jetës dhe studimeve. Një nga momentet më prekse ishte rrëfimi se nëna e saj, Nuria Irtem, ishte personi që e gjeti pa shenja jete në dhomën e saj. Sipas raportimeve, ajo pësoi një krizë të rëndë emocionale kur kuptoi çfarë kishte ndodhur. Në industrinë e televizionit turk, pati shumë reagime të shumta zije dhe ngushëllimesh nga kolegët dhe fansat e serialit Një dashuri. Fansat nga e gjithë bota mbushën rrjetet sociale me mesazhe prekse dhe kujtime nga rolet që ajo kishte interpretuar. Ece Irtem u largua shumë herët nga kjo botë, por la pas një trashëgimi artistike që do të kujtohet për vite me radhë. Nga një vajzë e re me ëndra në Sivas, ajo arriti të bëhej një nga fytyrat më të njohura të serialeve turke. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse publiku vazhdon ta kujtojë me kaq shumë dashuri. Lamtumira e fundit për Ece Irtem u mbush me lodhë dhe dhimbje. Familjar, miq dhe admirues të aktores u mblodhën për t'i dhënë lamtumirën e fundit, një artisteje që u largua shumë herët nga kjo botë. Më preksja ishte dhimbja e nënës së saj, e cila jo vetëm humbi vajzën e vetme, por ishte edhe personi që e gjeti pa jetë në shtëpi. Një histori që tronditi mbar Turqinë dhe la pas një boshllëk të madh në botën e serialeve turke. Të dashur miq, historia e Ece Irtem na kujton se jeta mund të ndryshojë brenda një çasti. Një aktore talentuar, e dashur nga publiku dhe me shumë plane për të ardhmen, u nda nga jeta në moshën vetëm 35 vjeçare, duke lënë pas dhimbje te familja, miq dhe miliona admirues. Ajo u bë e njohur për rolet e saj në serialet turke dhe veçanërisht për personazhin Ishil në serialin Një dashuri. Vdekja e saj e papritur tronditi botën e artit dhe fansat në mbar botën. Le të marrim një mësim nga kjo histori, të vlerësojmë njerëzit që kemi pranë, të mos i shtyjmë fjalët e mira për nesër dhe të jetojmë çdo ditë me mirënjohje. Asnjëherë nuk e dim se çfarë sjell dita e ardhshme. Nëse Ece Irtem ju ka lënë mbresa me ndonjë rol apo serial, shkruani në komentet kujtimin tuaj më të bukur për të. Le ta kujtojmë jo për mënyrën si u largua, por për buzëqeshjen, talentin dhe emocionet që na dhuroi në ekran. Pushofsh në paqe Ece Irtem. Faleminderit që e ndoqët këtë video deri në fund. Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, të abonoheni në kanal dhe të aktivizoni njoftimet për videot e ardhshme. Deri në videon tjetër, ju urojmë shëndet, paqe dhe të mira për ju dhe familjet tuaja. Mirupafshim.